Se tash ndikohen gjitha këto shtete, domethënë ka vlime, ka përplasje, sepse po mdoj jehona e ngjarjeve zhvillon ndjenja, zhvillon interesat të kundërt. Kalon edhe profesorin, po senet, jemi shkurtimisht profesor, çka do të mund të lidh me luftën? Vetë fakti, se mrena 4-5 dite, sekretari i shtetit amerikan vjen 2 herë në Izrael. Dhe sot vjen edhe kryetari presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë nuk mund të them këtu, se se kom informatën e saktë se që kanë gjohë sot, që i gjohë sot Bidenit në të bimin, me ata përfaqësuesit e Egjiptit, e Jordanit, e Sirisë, e tjere. Nuk mund, por 1948-ën, ma shumë ka popullsi palestinezën që atë pjesën ku është Izraeli, se sa hebrej. 1948 deri me 2023, s'po thëmë me hima nej se jesëm gjatë. Izraelin me popullsi shumë të shkolluar e ka armatuar Rusia. Izraelin? Po. Inxhiniera, profesora, mjek, farmacista, geolog, e tjere. A i s'ka uj, po prodhon uj për gjithë aty. Dhe me thonë dia. Unë e kom shkrua një shkrim historia hebreje dhe besa shqiptare janë kulmi civilizimit. Po, që të kalëzën një gjë interesante, në fakt, proveç vishë në dëgjë qëto. Amerika jetë pare. Me ta forcu shto. Por, këtë luft tash këtu, unë jam prononcuar me shkrim, ta kom dërguar ty shkrimin. Mua më duket se 250.000 raketa që i ka bëj Hamasi, ajo është, ata të partë kanë sulmuar. është organizatë terroriste. Edhe neve në ka tujtë Holbruku, Gelbarti, që kë Krist Higme që në Beograd. Dhe ke të sytë më maj ke mu gjishtin që shto, terroristi. Si jam terrorist, unë luftoj me program të lidhjes shqiptare të Prizrenit, me program Komitetin Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, me konventat e Gjeneves mbi luftës. Neve na kanë pyet, kanë me i vra zona operative e Shalës, për i ndonjë ata luftarë. Jo, boti ka qenë në Ljubljanë. Jo, aty nuk ndodhë kur gjë. Ka? Unë du la faqeborë. Kur gjë së ndodhë, ka Erdhokeri e organizoj i liruum. I liruum, edhe që ta hirë në hobë, edhe që ta kanë qenë për me i liruë, edhe i murëm do tënd, ja dham do të tyne. Edhe e treguam na se ushtria e jonë nuk vret fëmi, nuk vret plaka, nuk vret pleqë, nuk vret civil, nuk vret, janë ligjet luftës. Çka deshte mund të lidhesh? Po atë ju, prej tenku e ndërën atë palestinezët, e ndërën ushtarin e Izraelit, a i ka shku me vra, kuptohet, mirë po ashtu nuk maltratohet. Po, çka deshte mund të lidhesh shkurtimisht, ne, se minuta. Po, desha me thonë to, që qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës, aktuale e Bidenit, vetëm Bideni edhe nën-kryetari Kamala Harris, që nuk janë hebrej. Ministri Brendshëm, Ministri Ushtrisë. Që do më thonë kjo? Çka do më thonë kjo? Ministri Çka do më thonë kjo neq? Shevicijes, kryeprokurori. Çka do më thonë kjo neq? Janë kretjen hebrej. Kjo të tregon që Amerika unë shërbim të Izraelit. Marketing, themi pas. Jemi këthy për e të blokët të dytë të marketingu sonte me pjesëmore në kanë dëru edhe Sabri Sylla bashkë me djemë të ti, të cilët e ka një kongë për herojnë tënë tashmë kombëtar Afrim Bunjoku. Skena për juve. Kosova e dha provimin, mbrojti rendin e mbrojti ligjin. Mbrojti rendin e mbrojti ligjin, e murë
kuno për afrimin. Afrim puni jo kuni të rim azgan, me qëtë nikë sërba ju për ban. Në detyraj tu e mbrojt ligjen, mrapa shpine e Sulemun aferimin. Kry detyre s'aferimi ron, kur këtë tokë s'ka me shkela i shkon.